Sekretari shtetëror në Ministrinë e Kulturës Muzafer Bislimi pranon hapur 2 fakte mbi përfaqësimin e shqiptarëve në dikasterin ku punon. Sipas tij, numri i shqiptarëve është akoma dhe më i ulët nga ai që televizioni Alsat denonconte prej ditësh, por më dramatike nga kjo është fakti tjetër që Bislimi thot se shifrat në Ministrinë e Kulturës nuk janë thjesht shkelje e parimit kushtetues, por garë vullnetje drejtorëve në shumë sektor, që bie nën dikasterin e tij. Ai përmendi qartazi se veçanërisht në muzet e vendit, numri i të punësuarve shqiptar është thuajse zero dhe punësimet varen nga vullneti i drejtorit të muzeut, nëse ai është shqiptar apo maqedonas. Se situata është e kënaqshme dhe është në drejtim të përmirësimit në ato institucione ku drejtorët janë shqiptar. Ndërsa shqetësues është përfaqësimi aty ku drejtorët janë maqedonas, për shembull në muze, mos flasim për Maqedoninë Lindore ku sigurisht nuk kemi asnjë shqiptar, por kemi edhe për muze të tjera që në Shkup, në Kumanov, për shembull në Kumanov e di se vetëm një shqiptar është prej 28 apo 29 punësuarve. Aty domethënë përfaqësimi është minimal. Jo rrallë herë kemi patur probleme me ato institucione ku drejtorët nuk janë shqiptar, sepse ato duhet bëjnë ndrimin e sistematizimit, po edhe po të bëhet ndrimi domethënë pa pëlqimin e tyre nuk mund të shkohet atje. Mendoj se kjo është problemi kryesor që përqindja e shqiptarëve në ato institucione ku nuk janë shqiptarët është në ngecje. Po ashtu Bislimi konfirmoi një tjetër të vërtet dramatike mbi punësimet në Ministrinë e Kulturës. Përqindja e shqiptarëve sipas tij është rreth 50, por kjo shifër përmbushet nga bashkëpunëtorët e rinj, pasi në nivelet e krerëve të departamenteve nga 32, vetëm 5 janë shqiptar. Nga lista që Bislimi siguroi për Alsat, shihet qartë se sa mund të pretendojnë të punësuarit shqiptar në avancimet në detyrë, ku rreth 90% prej tyre janë paraqitur vetëm me gjimnaz dhe shkolla të mesme profesionale. Prej 144 të punësuarve, 77 janë maqedonas, 53 shqiptar dhe tjerët rreth 14 janë nacionaliteteve tjera. Ministria e Kulturës domethënë nga 9 sektore. Prej 9 sektorëve momentalisht 2 udhëhec sektorit janë shqiptar. Tash mund t'i përmendim me emra, por nuk është e nevojshme. Udhëheci për eurointegrime, sektori për eurointegrime udhëheci shqiptar dhe sektori për inspekcion momentalisht udhëheci shqiptar. Kemi edhe një zëvendës udhëhec sektori, kemi shefin e kabinetit tim, domethënë që është shqiptar dhe udhëhec seksioni. Tjerët të punësuar janë me shkollë të mesme dhe me bashkëpunëtor të rinj, domethënë me fakultete që janë pranuar. Ndërkaq si zgjidhje të kësaj amullie përfaqësimi, Bislimi shikon si të nevojshme krijimin e një moduli të ri nga Sekretariati për implementimin e marrëveshjes së Ohrid lidhur me shpërndarjen e të punësuarve dhe ruajtjen e formulës përfaqësuese për komunitetet. Kujtojmë se 3 ditë më parë, edhe vetë titullarja kryesore e Ministrisë së Kulturës, Elizabeta Kançeska-Milevska, nuk la më dyshje mbi shifrat e lartë përmendura.